Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 16 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1532. Sir Thomas More jep dorëheqje nga posti i Lord Kancellorit të Anglisë. 1568. Mary Queen of Scots largohet për në Angli. 1770. Maria Antoinette, 14 vjeçe, martohet me Louis August, 15 vjeç, i cili më vonë bëhet mbreti i Francës. 1811. Lufta gatishëllore, aleatët, Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe mposhtin francezët në betejën e Albureas. Lindje 1905. Lindi Henry Fonda, aktor amerikan. 1931. Lindi Peter Levy, shkencëtar dhe shkrimtar britanik. 1951. Lindi Claudio Baglioni, këngëtar italian. 1953. Lindi Pierce Brosnan, aktor irlandez. 1973. Lindi Tony Spelling, aktore amerikane. 1974. Lindi Laura Pausini, këngëtare italiane. 1977. Lindi Emiliana Torrini, këngëtare islandeze. 1986. Lindi Megan Fox, aktore amerikane. Vdekje 1926. Vdiq Mehmeti VI, Sultan Osman. 1953. Vdiq Jean-Baptiste Reinhardt, muzik jazz belg. 1978. Vdiq Recep Elmazi, patriot dhe shkrimtar shqiptar. Për sot kemi përgatitur biografinë e Alphonse Gabriel Capone, i cili ishte i njohur dhe me pseudonimin Njeriu me shenjë, një gangster shumë i njohur amerikan. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alphonse Gabriel Capone, 17 janar 1899, 25 janar 1947. I njohur ndonjëherë me pseudonimin Scarface, ishte një gangster dhe biznesmen amerikan që u bë i njohur gjatë epokës së ndalimit si bashkëthemelues dhe shefi i Chicago Outfit. Sundimi i tij 7 vjeçar si bos krimi përfundoi kur ai shkoi në burg në moshën 33 vjeçare. Capone lindi në New York City në 1899 nga emigrant italian. Ai u bashkua me bandën Five Points dhe u bë një gënjeshtar në ambientet e krimit të organizuar si bordello. Në të 20-tet e tij të hershme, ai u transferua në Chicago dhe u bë një trup roj dhe fakt i besuar për Johnny Torrio. Kreu një sindikate kriminale që furnizonte ilegalisht alkool, pararendësi i Outfit dhe mbrohej politikisht përmes Union Siciliana. Një konflikt me bandën e anës së veriut ishte thelbësor në ngritjen dhe rënien e Capone. Torrio doli në pension pasi personat e armatosur së anës së veriut pothuajse e vranë atë, duke i dorëzuar kontrollin Capone. Capone e zgjeroi kontrollin e çizmeve biznes përmes mjeteve gjithnjë më të dhunshme, por marrëdhëniet e tij reciproke fitimprurse me kryebashkiakun William Hallett Thompson dhe policinë e qytetit nënkuptonin se ai duke i sigurt nga zbatimi i ligjit. Capone me sa duket gëzonte vëmendjen si bërhoritjet nga spektatorët ku shfaqen në lojrat me top. Ai bëri donacion për bamirësi të ndryshme dhe u konsiderua nga shumë njerëz si një Robin Hood i ditëve të sotme. Megjithatë, masakra e ditës së Shën Valentinit, në të cilën 7 rival bandash u vranë në mes të ditës, dëmtoi imazhin publik të Chicagos dhe Capone, duke bërë që qytetarët me ndikim të kërkonin veprime nga qeveria dhe gazetat ta quanin Capone, armiku publik numër 1.
Autoritetet federale synuan të burgosin Capone dhe akuzuan atë me 22 akuze për evazion fiskal. Ajo dënuar për 5 akuze në vitin 1931. Gjatë një çështjeje shumë të publikuar, gjykatësi pranoi si provë pranimet e Capone për të ardhurat e tij dhe taksat e papaguara, të bëra gjatë negociatave të mëparshme dhe përfundimisht të dështuara për të paguar taksat e qeverisë që i detyrohej. Ajo dënua dhe u dënua me 11 vjet burg federal. Pas dënimit, ai zëvendësoi ekipin e tij mbrojtës me ekspert në ligjin tatimor dhe bazat e tij për apel u forcuan nga një vendim i gjykatës së lartë. Por ankesa e tij përfundimisht dështoi. Dënimi i tij dhe u dobësua gjithnjë më shumë përpara se të lirohej dhe pas gati 8 vitesh burgim, më 25 janar 1947, ai vdiq nga arresti kardiak pas një goditjeje. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për atë që njerëzit bëjnë për të larguar nga stresi, pikërisht të qeshësh. E qeshura është një aktivitet që kur lind natyrshëm krijon adrenalinë dhe energji pozitive tek personi që e gjeneron atë. Kur qeshim ndihemi më të lumtur, më të plotë e më pranë me njerëzit. Megjithatë, e qeshura nuk ngelet vetëm tek ndjesia, por shkakton edhe efekte më serioze tek njeriu. Një e qeshur e shëndetshme mund t'ju lehtësojë dhimbjen dhe t'ju parandalojë infeksionet. Ekziston një rënje e konsiderueshme e niveleve të hormoneve të stresit pas çdo të qeshure. E qeshura ndihmon në lëshimin e endorfinës, morfin, e cila ndodhet brenda trupit, e cila mund të sjellë ndryshime pozitive në mentalitetin e një personi. Një e qeshur e rëndë sjell në mushkëri një sasi më të madhe oksigjeni se sa frymarrja normale. E qeshura zvoglon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Nëse qeshni 15 minuta brenda ditës, mund t'ju bëjë të humbisni peshë. Është provuar shkencërisht se e qeshura mund të jetë ngjitëse. A e dini që ka një shkencë që merret me studimin e të qeshurës? Gelotologjia është skenca që merret me studimin dhe efektet e së qeshurës në trupin e njerëzit. Shumica e rasteve të qeshurit ndodhin gjatë komenteve sociale, që do të thotë se vetëm 10 deri në 15% të rasteve ndodh në të vërtetë për shkak të shakave. E qeshura ka një gjuhë të vetën, por është një tingull i cili ndodhet jashtë sistemit gjuhësor. Njerëzit nuk janë krijesat e vetme që qeshin. Kafshët si qeni dhe macja qeshin gjithashtu, por në mënyrën e tyre. Një fëmijë i moshës 6 vjeç qesh rreth 3 herë më shumë se një i rritur. E qeshura e përditshme intensive mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Njeriu qesh mesatarisht rreth 13 herë në një ditë të vetme. Por ja dhe diçka negative lidhur me të qeshurën. Thonë se e qeshura ka qenë shkak vdekje për disa njerëz. Piktori grek. E qeshura është një provojë e këndshme, por mundet edhe të vras. Një piktor grek i shekullit 5 qeshi për herë të fundit pasi vëzhgoi pikturën e tij, kushtuar perëndeshës Afrodit. Dyshohet se një grua e moshuar e kishte porositur pikturën për shtëpinë e saj, por vendosi të shërbente vetë si model. Pasi përfundoi piktura, piktori nisi ta vëzhgonte dhe nisi të qesh aq shumë sa që vdiq. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 16 maj 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me rreshje shiu në të gjithë vendin dhe temperatura disi më të ulta krahasuar me ditët e mëparshme. Paraditja do të sjellë rreshje të vazhdueshme shiu në shumicën e zonave, ndërsa pasditja do të mbetet me vranësira të dendura dhe rreshje lokale me intensitet mesatar. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten vetëm 1 deri në 3 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar deri të lartë rreth 3 deri në 5 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:0 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 20 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 18 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 15 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 22 gradë Celsius.
Elbasan, 12 deri në 22 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 21 gradë Celsius. Korç, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 13 deri në 19 gradë Celsius. Tani juftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 16 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht me reshje shiu dhe vranësira gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë me reshje të her pas hershme shiu, ndërsa pasditja sjell reshje më të shpërndara dhe më të freskët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 7 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 7 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë, 8 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov, 9 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër, ju të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.